I bindur që fiton Lladrovci, sepse për mënyrën se çështja kanë menaxhu, domethënë kryesia qendrore, lideri i partisë, po edhe kryesia, gjithë procesin atje. Domethënë kanë pas përçarje, kanë pas përçarje edhe më herët. Ne dim që në 2021 ka kandidu edhe kanë dalë një pjesë e PDK-s, si demokratët e Drenazit dhe e kanë dërgu në balotazh Lladrovci. Do thonë, edhe atëherë e kanë dërgu, dhe këta nuk kanë marrë masa, sikur nuk ju ka interesu, se kanë menduar që hajtë se kthehen një me ajo do thonë fjalia e Lladrovcit, se Dadaraz nuk fiton, nuk mund me fitu me llogët e partisë. Një me nuk fiton gjithkush kënd tja që qytetarit. Për kandidatit PDK-s. Shikoni, do të me kuptu që qytetari tashme është vedisu, edhe qytetari nuk e dën fort arrogancën. Nuk mundesh, edhe e dën në anën tjetër një farë lloj viktimizimi, kur dikush është viktim, rreshtohet kratina. Dhe unë mendoj që në këtë proces Ramiz Lladrovci e kanë pa goxha si viktim. Apo për hir të vërtetës vetë zoti Ramiz Lladrovci nuk u viktimizu në asnjë moment të fushatës. E kanë pa si viktim sepse ky ka dalë haptas edhe ka thonë nuk mund me edhe me PDK-n. Po thoshte që nuk ka bjernone që më qetë për PDK-s. Domthonë, ky lehtë nge me kuptu që këta po dojnë me më qitë për PDK-s. Domthonë, kështu unë në kuptoj ke. Kur ti thu unë s'ka kush që më qetë për PDK-s, realisht për i bjen që ata dikush për dhe me më qitë mu për PDK-s. Domethënë, edhe nuk kush... Qysh është tashmë shpitore së raportin me PDK-s dhe Ramiz Lladrovcit mendon që do t'i relaksojnë raportet me Mevli Krasniqin dhe të tjera? Jo, absolutisht, unë mendoj që kjo ka me mbet kështu, si me thonë, një raport nështë po themi ngrim, edhe Lladrovci është i tillë që ai në publik kështu dhe ai i respekton hierarkinë e partisë, por këta, domethënë, unë mendoj që këto dhënë që ai nuk do ta s'po them perfil, po nuk po di çfarë quajnë një term pak më të lehtë. Unë mendoj që ai ka me prit ish liderët e kësaj partie ta përfundoj një proces në Hog dhe mendoj që ai pret që të kthehen ata dhe të ketë një rikonfirmim. Sepse nuk kanë mujtë, nuk kanë leju, nuk kanë zhvillu zgjedhje të duhura aty, kanë bo emrime, kanë bo themi si që të populli harnime. Nuk mund është në një degë ku ki probleme të mos mojsh zgjedhje dhe me thu hajde kandidoni dhe kush të fiton prej antarësisë, aje merë legitimitetin edhe tjertë keni me bashkëpunu. Do më thonë, me qenë një vendimarës i fuqishëm. Unë mendoj që ka me pas relaksim. Relaksim? Absolutisht. Mes Mevli Krasniqit? Shiko, kjo ka qenë, është të vërtet që një menaxhim jo i mirë i kryesisë. Menaxhimi ka qenë i keq. Okej, po nuk mirë, është relaksim, unë po e kuptoj dhe po thoni që ka qenë vesh një garë, tash hajde po pajtojme. Pret pak, se vesh ta elaboraj. Është menaxhu keq, është të vërtet. Dhe më thonë, Ramizi asnjë herë, prej që e ka kriju iniciativën e vetë, prej që është, dhe më thonë, ju ka mohu e drejta nga vetë kryesia e PDK-s për me qenë kandidati PDK-s, asnjë herë, asnjë paraqitje publike ti, nuk ka thonë që nuk është PDK. Ai vazhdimisht ka punu, madje edhe partisja ka lënë me shkurtesa i bjen PDK, veç që do është me ndru pak. PDK-ja që ka thonë për Ramiz Lladrovcin? Mirë, po, s'ka lidhe Jo Ramiz Lladrovci që ka thonë nuk ka lidhe që ka thonë PDK. Elektorati gara në Drenas u bo mes elektoratit PDK-s, u bo mes PDK-s. Ai elektorat si të Ramizit, elektorati si Ramizit, si Petritit, është i PDK-s. Kështë nuk është normale? është i PDK-s, po mirë dhe kjo ka ndodhë. Nuk është normale me ndo qytetari në dësh, nuk është i ndomë, ajnë kur vjen puna, unë po thëmë PDK që e elektorat, nesër në zgjedhjet e përgjithshme që e elektorat e voton PDK-n, si ajo onë, si kjo onë. Edhe unë, mu ma mërmenja dhe jam shumë i sigurt që ka me fillu të është diskutimet me zvete dhe Ramiz Lladrovci është pjesë e PDK-s. Në këto zgjedhje ka fitu si një iniciativë, mirë po në përgjithshme të është
si pjesë e PDK-s. Mendon që ata që i kanë qitë ato audiengjizime për të dhe ai do t'i ka përdi shumë lehtë. Po mirë, ato janë tash çështje të brendshme të partisë. Ato kanë me mes si çështje të brendshme të partisë. Ramiz Ladrovsin e kanë mbështet një pjesë e madhe e strukturave të PDK-s, edhe si PDK që kanë qenë gjithmonë. Struktura njerëz të rëndësishëm të PDK-s. Edhe publikisht, edhe kanë dalë me të në fotografi, edhe kanë mbështet publikisht njerëz që janë ndër themelues të PDK-s. Kush e nisi atë idenë që Ramiz Ladrovsin po e mbështet vetëvendosja në Drenas? Ajo ka qenë propagandë e vetëvendosjes, kanë tentu mi fry kësaj situate që me bomat të thellë qarjen, me paraqit si një përqarje madhe mrena PDK-s, që masanej mi ndiku PDK-s edhe nivel të Kosovës. Po ajo nuk ka efekt. Pse s'ka efekt? Për shkak se Ramiz Ladrovsi nuk e lejoj me pas efekt. Se Ramiz Ladrovsi e ka rujt PDK-n në këto zgjedhje. Edhe nëse pala tjetër, nuk ka qenë e vetëdijshme për disa veprime që t'i bërë. Ramizi e ka rujt. Për shkak se Ramizi nuk ka leju, nësni rrethon nuk ka leju me u fut përqarja mrena PDK-s. Halali koft Ramiz Ladrovsi, që qka të që i ka bo PDK-ja nuk ka dalë, unë po du me diskutu për pjesën që a mungoj larkë pamësia me Mevli Krasniqit, si lider i partijës, është i pari i partijës, që me qitona është një kandidat shumë të fort, edhe në fakt i ka pas edhe do fjallë të vrashta Mevli Krasniqi në për intervista për Ramiz Ladrovsin. Ka pas fjallë vrashta, ta diskutojmë që të pjesën e partijës, ju Ramiz Ladrovsin, a jeshtu kanë okej për Jonestina. Për shkak se ka qenë fushat, ka pas sulme, unë për thëmë gabim ka qenë. Strategjikisht ka qenë gabim i madhë, kjo që kanë bon Drenas kryesia. Për shkak se ka pas fitume, ka pas një komunë sigurt, edhe këta kanë tentu me bo mirë, po... Politikisht. A është okej veç po e mshelim që të muhabet edhe po vazhdojmë të tjerë? Nëse më lejot më kyqë edhe këto. I njëti sen, i njëti... Ose me Kamenisë, nuk është veç me këta. Dalim tani të Kamenisë, se ti për Kamenisën që flasin që Drenasi ka qenë pika ma në dzejtë. Mirë, po, dhe më thonë, në këtë situatën edhe kësaj tendencës masanej për mi fry qarjes, e bënd të vetëvendosja, kryesisht vetëvendosja i ka fry kësaj situate, për me paraqit si një përqamjet PDK-s aty një komenën, edhe ta e lujshën rolin e vetë për situatës, se cila partije kështë lujtë qëtë rëllë. Edhe PDK ka thonë që Ramiz Ladrovsin për e përkra vetëvendosja. Po mirë dhe ka pas zona, nuk është veç mirë dhe mentor, se nëse kishë ndodhë me një parti tjetër e i shbu ko gjatë diskutimi i gjatë. Jo, diskutimi bo dhe këtu, po unë pësëm Ramiz Ladrovsi e ka mbrojt PDK-në edhe ka rujt PDK-në. PDK-ja e ka rujt Ramiz Ladrovsin. Po jo, qysh? Po qysh? është e kundërta. E kundërta është Ramizi e ka rujt PDK-n. Ramizi. Po pëse o desh veç Ramizi me rujt PDK-n. O s'ko lidhje, aja ka rujt. Ka lidhje, qysh s'ko lidhje. Shiko, nëse kështë një kandidat tjetër. Një parti mu qume sulmu një person që po fiton veç vetë, ka lidhje. Nëse dënë me më dëgju. Po, vazhdo. Me pas se një kandidat, se në këto rëthonën, në këto raste, kur ndahet, ose kur partia një farfor me ty të largon prej një mundësie për me kandidu, zakonisht ndodhë që kandidatët masanej me kalu ose një subjekt tjetër, ose me punu kunder partijës. Po. Në përgjithësi. Edhe nuk e ruajnë ma partinë. Ata e sulmojnë partinë edhe tentojnë me dëmtu partinë. Këtu ka ndodhë komplet e kundërta. Ramizi e ka ruajt partinë. E ka ruajt me tana paraqitjet e ti edhe në fund. Edhe mas e murë vesh që shkoj pa ballotash, edhe atë fitore ja dedikoj krerëve të PDK-s, themeluesve të PDK-s, themeluesve të shtetit, dhe më thonë, aji në se cilin rëthon, se cilin debat televiziv. Ma di edhe u dalë publikisht në, sa dihune, dikon për këtyne debateve, ka thonë që nëse dikush menën, unë se du as një votë vetëvendosis, mësë në votën kërkush i vetëvendosis nëse menën që une jem kashkaj në ato nëse për përkra vetëvendosja. Se du atë votë, sënë. Më thonë, të në kohën, me kretë paraqitjet publike, aj e ka mbrojt PDK-n. Dhe ka thonë që unë jam PDK. Partinë Demokratike të Kosovës, jo PDK-n e vetë, për kampion për Drenasi, po Partinë Demokratike të Kosovës. Pra ndaj, unë e thëmë, aja ka qenë një garë, mrena mes PDK-s, mrena Drenasit, e cila në fakt kur gjë se ka dëmtu PDK-n, për shkak se s'ka dashtë Ramiz Ladrovsi më dëmtu PDK-ja. Edhe për mendimin tam, veç sa ka rrit halo ma shumë elektoratin e PDK-s për zgjedhjet të përgjithshme, se ka ma shumë vota. Po me zgjedhjet o rrit vota. Numri votës është rrit. Po shku në 23.000 pjesëmarrës. Analizit është një rast tjetër, por që ka pas efektin e kundërt.
Domethënë është rasti i Agim Veliut në PD. Në 2021-ën... Po veç Agimi ka punu kundër të kësë. Po dhe është domethënë efekti tjetër, sepse edhe elektorati i ka kërku udhëheqjes së LDK-s, sipas informacioneve që vetë antarët kryesisë LDK-s mi kanë thonë. I kanë kërku që Agim Veliu të mos largohet kështu dhe të gjuhet si një lecë. Sepse Agim Veliu është që 30 vjetë pjesë e LDK-s. Dhe i kanë lutë që ta morin me vete dhe ta qesin bashkë me Ekrem Hysejnin, do më thonë në rënë. Dhe ajtë kërkoj votën e tyre. Okej, ndrën e kandidatin ka qenë për shumë mandate kryetar, mirë po jo me e gjuhë. Dhe kryesia nuk e ka dëgju. Ajo së do të i gushtu. Po pikërisht, do më thonë, nuk e ka dëgju dhe mos dëgjimi i qytetarëve, i votuesve të LDK-s, nga udhëheqja e LDK-s, i ka kushtu në 2021-ës. Edhe hala pi kushtan sot.